sonte në një karvan elektoral duke shpërndar para për blerjen e votave. Patronazhistët e Edi Ramës do të lëshohen sonte rrugëve duke përdorur mjetet e transportit të pacientëve dhe të smurve si bankomate për blerjen e vullnetit të zgjedhësve të Republikës së Shqipërisë. I bëjmë thirrje Spakut që të vërë në lëvizje task force-ën e zgjedhjeve, pasi Toma në Shkodër është vetëm një nxënës i Edit në Tiranë. I bëjmë thirrje drejtorëve të spitaleve, përgjegjësve të rrjetit të ambulancave, që të mos përfshihen në këtë shkelje të hapur të ligjit, pasi do të listohen si terrorist elektoral dhe do të përgjigjen 1-1. Ne përsërisim edhe një herë rezolutën e qartë të Partisë Popullore Europiane, se nëse makineria shtetërore ndërhyn në zgjedhje, rruga e integrimit të Shqipërisë do të ndalet menjëherë. Kush i vjedh zgjedhjet e ka të shkruar qartë fatin në Washington, Bruxelles dhe Berlin. Ju falemnderit.